Të nderuar miq të dashur, vëllezër dhe motra, më Krishtin ja ku jemi së bashku në takimin tonë të përditshëm Komenti i Shkrimit të Shenjtë. Jemi në datën 27 qershor dhe Kisha Ortodokse na afron lexojmë nga letra e Apostollit Pavlit drejtuar Romakëve, kapitulli 6, vargu 11 deri vargu 17. Le ta lexojmë këtë pjesë dhe ta komentojmë sipas hetërve. Kështu dhe ju konsideroni veten të vdekur për mëkatin, por të gjallë për Perëndin në Isu Krishtin Zotin tonë. Le mos mbretëroj pra mëkatin në trupin tuaj të vdekshëm, që t'i bindni atij në epshet e veta. As mos jepni gjymtyrët tuaj në shërbim të mëkatit, si mjet e paullësie. Po tregoni veten tuaj te Perëndia si të gjallë për së vdekush, dhe gjymtyrët tuaj si mjet e drejtësie për Perëndin. Në fakt mëkati nuk do të ketë më pushtet mbi ju, sepse nuk jeni në ligj, por nën hir. Atëherë çfarë? Të mëkatojmë sepse nuk jemi në ligj, por nën hir? Kështu mos qoftë. A nuk e dini ju se nëse e tregoni veten shërbëtor të atij që i bindeni, jeni shërbëtor të atij që i bindeni, qoftë mëkatit për vdekje, qoftë dëgjesës për drejtësi? Por qoftë falendëruar Perëndia, sepse ishit shërbëtor të mëkatit, por ju bindët me zemër atij mësimi që është transmetuar. Pra, kjo është pjesa që lexojmë sot, por le ta marrim varg për varg. Në vargun 11 të kapitullit 6, letra e Apostollit Pavlit drejtuar Romakëve na thuhet: Kështu dhe ju, konsideroni veten të vdekur për mëkatin, por gjallë për Perëndin në Isu Krishtin Zotin tonë. Shënjangu i arti thotë se Apostulli Pavli nuk thot se jeni të vdekur, por konsideroni, sepse besimtari duhet mbaj vazhdimisht këtë vetëdije. Përmes bashkimit me Krishtin në pagëzim njeriu ka vdekur ndaj sundimit të mëkatit, por ai është një qenie e gjallë, një krijesë e re në Krishtin. Shën Agustini shpjegon se i vdekur për mëkatin nuk do të thotë se tundimet pushojnë, por se mëkati nuk duhet të sundojnë në zemër. Pra, kur ne pagëzohemi, mëkati dhe djalli që e ka fuqinë tek mëkatin del prej nesh dhe nuk na lufton më nga brenda, pra nuk mbretëron në zemrën tonë, por është jashtë nesh. Prandaj e kemi më të lehtë për ta përballuar kundërshtuar mëkatin para se të pagëzoheshim. I krishteri nuk duhet të përcaktojë identitetin e vet nga mëkati ose mëkatet e së kaluarës. Identiteti i tij tashmë është i ri në Krishtin. Edhe kur bie, ai nuk i përket mëkatit, por Perëndis. Tregoj një ndodhi se si dikush mëkatonte dhe ai gjithmonë shkonte dhe i kërkonte falje Krishtit. Dhe kjo vazhdonte në mënyrë periodike. Më në fund, një natë kur ai po i kërkonte falje Krishtit, Perëndia e mori shpirtin. Aty u shfaq edhe demoni që kërkoi shpirtin e këtij mëkatarit penduar. Por Perëndia dërgoi angjëllin dhe angjëlli i tha: "Ti nuk ke të drejtë ta marrësh këtë shpirt, sepse Perëndia e gjeti atë në pendim." Prandaj, të dashur të krishterë, ne nuk i përkasim mëkat. Edhe kur biem në mëkat, në Krishtin ne ngrihemi dhe fitojmë pafajësinë. Pra, pafajësinë e marrim me anë të pagëzimit, por mëkatin që bëjmë pas pagëzimit, kemi misterin e pendim rrëfimit. Dhe le të vazhdojmë në vargun 12. Le të mos mbretëroj pra mëkatin në trupin tuaj të vdekshëm, që t'i binden atij në epshet e veta. Shënjangu i arti vëren se Apostulli Pavli nuk thotë se mëkati nuk ekziston, por se nuk duhet të mbretëroj. Mëkati është rreth nesh, ne jemi në një botë mëkatare, prandaj edhe mbas pagëzimit ne kemi gazi, tundime, prova, mundime, sepse jemi në një fushë betejë me mëkatin dhe me djallin që e përdor mëkatin si armatimin e tij. Kjo tregon se ekziston pra një luftë shpirtërore dhe njeriu ka përgjegjësi të mos i nështrohet pasioneve. Shumë Teofilakti thotë se trupi quhet i vdekshëm për të kujtuar për koshmërinë e tij. Pra, ne kemi një trup që nuk do jetojë përjetësisht, këtë trup që kemi, ai do kalojë nga procesi i vdekjes për të fituar pavdekësinë me një trup tjetër që nuk do t'i nështrojë ligjeve të fizikës, si them kufizimeve, por edhe vdekjes. Prandaj, duke parë këtë trup të vdekshëm, ne nuk duhet t'japim rëndësi orekseve të trupit. Kjo është arsyeja që thotë Apostulli Pavli të mos mbretëroj pra mëkatin në trupin tuaj të vdekshëm. Një trup të përkohshëm, çdo kënaqësi e këtij trupi është e përkohshme. Është si një lloj ëndre që daravitet sapo ti ngrihesh në mëngjes. Ne nuk mund ta pengojmë çdo tundim, por mund të zgjedhim nëse duam të bindemi apo jo. Perëndia nuk na gjykon se tundohet. Perëndia gjykon kur ne i nështrohemi tundimit. Lufta kundër varësisë, lakmisë, zemërimit ose papastërtisë morale fillon me refuzimin që bëhet në zemrën tonë. Aty fillojnë lindin këto mendime.
dhe aty shigjeton djalli. Aty ne duhet të luftojmë që ajo mos mbretërojë në zemrën tonë, pra në botën tonë shpirtërore. Por le të flasim për vargun 13, as mos jepni gjymtyrët tuaj në shërbim të mëkatit, si mjet e pavësie, po tregoni veten tuaj te Perëndia si të gjallë prej së vdekush dhe gjymtyrët tuaj si mjet e drejtësie për Perëndin. Shënjë Angujarti shpjegon se me gjymtyrë kuptohen të gjitha aftësitë tona, shqisat, gjymtyrët, pra gjithçka që ne kemi në botën tonë fizike, dhe neve këtu duhet i mirë menaxhojmë. Syri mund të shërbejë për lakmi ose dhe për përdallim. Gjua mund të gënjej ose të bekojë, duart mund dëmtojnë ose mund ndihmojnë, varet si ne përdorim këto shqisa, këto gjymtyrë. Shën Agustini thotë se hiri nuk e shkatron vullnetin e lirë, ai e orienton atë drejt së mirës. Çdo ditë njeriu duhet i bëjë pyetjes vetes, e këtu më tepër flasim për një krishter. Kujt po i shërbejnë sytë e mi, gjua ime, duart e mia, këmbët e mia, pra po i shërbejnë botës së mëkatit, pra gjërave mëkatare dhe të panevojshme, apo këto janë shërbim në vullnetin hyjnor. Këto mund të bëhen mjet e mëkati ose mjet e drejtësie. Por lexojmë në vargun 14 ku na thuhet: në fakt mëkati nuk do të ketë më pushtet mbi ju, sepse nuk jeni në ligj, por nën hir. Shën Pavli, siç na interpreton dhe Shën Agustini, thekson se ligji tregon çfarë është e drejtë, por nuk jep forcë për ta kryer. Hiri i Krishtit jep fuqinë që ligji nuk mund na jap. Prandaj me hirin që morëm nga Krishti në misterin e pagëzimit, në misterin e mirësjes, neve mund ta kundërshtojmë mëkatin, i cili siç thash nuk është më brenda nesh, sepse u pastruam, u ndequam, u shenjtruam, por është jashtë nesh. Shënjë Angujarti thotë se apostulli Pavli nuk premton mungesë lufte, por fitore të mundshme përmes hirit. Pra, me hirin e Perëndis jemi ata që jemi, dhe siç thotë apostulli Pavli, hiri i Perëndis tek mua nuk shkoi kot. Dhe siç thotë edhe Shënjani, kush e mundi botën? Besimi ynë. Pra, hiri i besimit ton e mundi botën e mëkatit. Prandaj nuk duhet të kemi frikë nga tundimet, por ta vëmë në punë hirin e Perëndis si një armatim kundër mëkatit dhe atyre që nxisin mëkatin, që janë demonët. Shpresa e krishterëve nuk bazohet tek forca personale, por tek hiri i Perëndis ta. Besimtari nuk lufton vetëm, por në krah Zotit. Tregohet një herë se si një murg si fillestar pyeti Jerondin e vet për luftën shpirtërore. Atëherë Jerondi, për ta mësuar, i tha: shko, tha, dhe kur të shkosh në arish në qelin tënde, hape dritaren nga perëndimi. Kur ai hapi dritaren nga perëndimi, pa një ushtri demonësh që ishte gati për ta sulmuar, dhe ky murg i ri, thot, nxiktoi me vrap te Jerondi i friksuar. Atë Jerondi tha: mos ke frikë. Kur shkosh tani prap në qeli, hap dritaren nga lindja. Dhe kur e hapi nga lindja, ashtu shikoi, ishte Zoti bashkë me angjëjt e shenjtorë që po prisin vetëm një fjalë që të vinte të luftonte në krah tij. Pra, ne nuk jemi të vetëm. Ne kemi Zotin dhe ushtrinë angjëllore bashkë me shenjtorët, të cilët mundin gjithmonë falangat dhe ushtrinë demoniake. Le të flasim për vargun 15. Atëherë çfarë? Të mëkatojmë sepse nuk jemi në ligj, por në hir, kështu mos qoftë. Shënjë Angujarti kundërshton një keqkuptim të zakonshëm. Nëse Perëndia fal, pra është i mëshirshëm ndaj mëkatit ton, pra e fal mëkatin, pra është i mëshirshëm ndaj nesh, ne mund të vazhdojmë gjithmonë sepse Perëndia na fal. Jo. Perëndia nuk është i tillë. Perëndia e urren mëkatin, sepse Perëndia është i tërë shenjtë. Perëndia do mëkatarin, po mëkati tiri kundra. Dhe nëse mëkatari mbetet gjithmonë i bashkuar me mëkatin, atëre patjetër që ai do dënohet bashkë me mëkatin. Dhe nuk ka kurban për një mëkat i cili përsëritet me vetdije. Kështu që duhet jemi të kujdesshëm. Shën Agustini thotë se ai që përdori hirin si justifikim për mëkatin nuk e ka kuptuar ende hirin. Zoti na fal kur ne mëkatojmë, të më thënë, urrëzuam mbasi bëm një luftë, por kur ne mëkatojmë me një dëshirë ose nuk e dëgjojmë dërgjegjen dhe me justifikimin se do bëjmë mëkat dhe pastaj do shkoj të pendohem dhe të rrëfem, keni kujdes sepse Zoti nuk i fal pendime të tilla, këto nuk janë pendime, po këto janë hipokrizira, dhe pavarësisht se edhe mund të marrësh dhe uratën e faljes nga hati shpirtëror,
mbasi të dash nga dëshpëria do bish një mëkat më të rëndë dhe do dënohesh për hipokrizinë tënde. Prandaj të bëjmë kujdes. Zoti fal mëkatet që ne i bëjmë nga padia ose që u rrëzuam mbas një përpjekje, mbas një dy luftime me mëkatin, jo se e toleruam mëkatin. Mëshira e Perëndis nuk është leje për të jetuar pa pendim. Ajo është thirrje për ndryshim, ta kundërshtosh mëkatin madje deri në flim. Këtë e kemi edhe tek shenjtorët. Por le të flasim dhe për vargun 16, ku na thuhet: a nuk e dini ju se nëse e tregoni veten shërbëtor të atij që i bindeni, jeni shërbëtor të atij që i bindeni, qoftë mëkatit për vdekje, qoftë dëgjesës për drejtësi. Pra, shumë Theofilakti shpjegon se bindja e përsëritur krijon skllavëri shpirtërore. Njeriu bëhet i ngjashëm me atë që ndjek. Ose ne i bindemi mëkatit dhe atëherë do bëhemi mëkat, ose do i bindemi virtutit dhe do bëhemi virtut. Pra njeriu është një qenie që i përshtatet ose është një qenie zakonore. Prandaj duhet përsëri dhe përsëritim të mirat dhe përsëri të kundërshtojmë të këqijat. Shënjë Angujardi thotë se askush nuk është plotësisht i pavarur, ose i shërben mëkatit ose Perëndis. E tham edhe në një bisedë tjetër që kishim së bashku, nuk ka një vend të mesëm ose të ndërmjetëm. O me Zotin, o kundër Zotit, o me mëkatin, o me virtutin. Zakonet e vogla formojnë karakterin. Çdo zgjedhje e përditshme na afron më shumë me Perëndin ose na largon prej tij. Prandaj nuk mund ta neglizhojmë edhe gjën më të vogël. Për shembull, ka disa krishterë që kanë vesh që pinë duan, por si mund të pretendojnë ata se mund të ecin në virtute, kur nuk e lën duanin, që duani titullohet edhe si temjani i djallit, sepse është një lloj droge, është një lloj antishëndetësor dhe është një lloj vesi. Atëherë kur nuk ke fuqi të mundësh një vesë të tillë, si do mundësh vese të tjera? Kur ti nuk i thua një tundimi që nuk është etik, që nuk të bëj, nuk të marr, nuk të tymos siç është duani, si do thuash gjëra të tjera që kanë më shumë ndikim të njeriu, më shumë kënaqësi ose më shumë pushtet? Patjetër që do jesh i dobët. Kështu që nga gjërat e vogla vijnë gjërat e mëdha. Ose dhe flasim edhe për ligjin kreshmor. Pra, nëse ne nuk bëjmë kreshëm nga ushqimi që në vete nuk është i keq, ushqimi është i mirë kur merrem falënderim, por ne nuk kemi fuqi të themi një copë mishi, një copë djathi, një vezë ose diçka tjetër, një gotë qumshi që janë ushqime shtatëzore ose mbas shtatëzore. Si mund të themi një tundimi, një epshi ose një pasioni tjetër që nuk bëjmë? Do rrëzohemi. Prandaj e tha Krishti, kush është besnik në të vogla, do jetë besnik në të mëdha. Dhe të kujdes nga gjërat e vogla që ne i bëjmë për ditë dhe nuk i japim rëndësi. Ato bëhen vese, bëhen pasione dhe pastaj na largojnë nga Krishti. Si u bë Juda tradhtar që tradhtoi Krishti? Pra duke vjedhur nga pak disa qindarka, duke ngritur një kafshat më tepër dhe vjedhurazi, ai pastaj arriti që e shiti Krishtin. Por le të flasim edhe për vargun e fundit, vargu 17, ku na thuhet: por që falendëruar Perëndis sepse ishi shërbëtor të mëkatit, por ju bindet me zemër atij mësimi që u është transmetuar. Pra, Apostull Pavli, sipas etërve të Kishit dhe Shënjë Angujardit, falenderon Perëndin se nuk ju bindet mëkatit, por ju bindet me zemër, pra ju bindet Perëndis. Besimi i krishterë nuk është thjesht njohuri, por transformim i brendshëm. Pra, ne nuk mësojmë disa filozofi për të godulisur veshët ose për të kënaqur mendimin, por neve marrim disa informacione të cilat janë bazë jetike që bëjnë transformimin ton të brendshëm dhe pastaj e shfaqet dhe jashtë. Shën Augustini e sheh këtë si veprim të hirit që ndryshon zemrën, pra botën shpirtërore, pa detyruar njeriu. Pra Zoti nuk e detyron njeriu, nuk e imponon, por e respekton lirinë e njeriut, por Zoti bashkëvepron, është ajo që themi ne sinergjia. I krishteri nuk kufizohet vetëm në rregullat të jashtme, mos e bëj këtë ose atë. Qëllimi është që zemra jon të ndryshojë dhe bindet në Perëndis të vijë nga dashuria, jo vetëm nga frika. E fillojmë me frikën, siç është frika e Perëndis fillimi i diturisë, por nuk mbetemi këtu, por e kapërcejmë frikën duke kaluar në dashuri. Si thotë Shënjë Angujardi, frika është fillimi, por nuk mbetemi frikë se kjo pastaj sjell një lloj
demonizimi, që do të thotë ne krijojmë një Zot që nuk është i tillë, një Zot të frikshëm, por Zoti është dashuri. Prandaj, le ta përmbledhim gjithë të pjesë që lexuam sot. Në Krishtin kemi vdekur ndaj sundimit të mëkatit, tundimet mbeten, por mëkati nuk është zotëria ynë. Çdo pjesë e jetës sonë mund të bëhet një mjet drejtësie. Hiri nuk e anulon luftën shpirtërore, por na jep fuqi përfitore. Bindja e vazhdueshme formon karakterin dhe fatin shpirtëror, ndaj të mirës ose ndaj të keqes, dhe qëllimi i jetës së krishterë është një zemër e transformuar që bindet Perëndis nga dashuria. Dhe kjo vjen nga bindja e mësimit, e doktrinës së kishës. Tu mendoj ta mbyllim, të nderuar miq, dashur vëllezër dhe motra, me Krishtin për të takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.